Allahu kur e do një rob, Allahu e sprovon. Edhe atë e sprovon në vazhdimsi. E sprovon në trupin e tij, e sprovon në shëndetin e tij, e sprovon në familjen e tij, e sprovon në pasurinë e tij, e sprovon në baktin e tij, e sprovon në fëmijët e tij, e sprovon në diçka ku ati i dhem dhe i djek, sepse nëse vjen një sprovë lehtë, tek ai nuk le gjurmë, mirë po kur e prek më shumë edhe i gjegët zemra, atëre shihet sabri i tij. E Allah zotë kur e do robin e tij, Allahu do thot e sprovon. Allahu e ka caktuar ti një grad të lartë xhenetin e tij. Atë grad nuk ka mundësi që të arrijë nëpërmjet namazit. Nuk ka mundësi që të arrijë nëpërmjet adhurimeve tjera. Nuk ka mundësi që të arrijë nëpërmjet lëmoshës, haxhit. E gjitha ato adhurime që i bën. E Allah zotë për t'ia ngrit gradën atij, Allahu e sprovon do thot atë në vazhdimsi. Derisa i keni po gjethet kur bie do thot gjatë stinës së vjeshtës, prej peme. A i keni po si bie do thot gjatë pas gjethi. Ashtu i bien edhe mëkatet të robit, derisa nuk mbetet në trupin e tij asnjë mëkat. Dhe me këtë do thot Allahu dëshiron që atë rob ta pastron nga gjunat dhe nga mëkatet që i ka. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot se madhështia e shpërblimit vije sipas madhështimit të sprovës. Kur Allahu e do një popull, Allahu e sprovon atë. Nëse ata janë të kënaqur me Allahun dhe me caktimin e tij, atëherë ju takon kënaqësi Allahut. Nëse ata janë të hidhëruar me Allahun dhe me atë sprovë që u dërgoi Allahu, atëherë u takon hidhrimi Allahut azza wa jall. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një ditë tjetër se imani do të thotë kur na bën me dije pejgamberi Allahut se njeriu sprovohet sipas imanit të tij. Mos mendojnë do kush se Allah e sprovon me diçka jashtë mundësive të tij. La yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e mundon askëj për te mundësive të tij. Asesi, Allahu nuk i bën padrejti askujt. Prandaj kur sprovon Allahu dije se ti ke mundësi me bardhë sprovë. Andaj edhe ankesat e tua, të cilat ti ankohesh se Allah pse ty të zgjodhi dhe pse ty po të sprovon. Këto janë ankesa të cilat nuk duhet që të thotë pjesë e besimtarit, pjesë e jetës së tij, sepse besimtari e di shumë mirë se Allahu kur e sprovon, Allahu ka përgatitur diçka për të dhe sprovën e tij ka padyshim urtësi. Thot pejgamberi sallallahu kur e pyetën se kush provohet më shumë, i tha pejgamberi sallallahu i tha se pejgamberët e Allahut janë ata që sprovojnë më së shumti. Pastaj tha pejgamberi Allahut ata që vinë pas tyre me iman dhe ata që vinë pas tyre me iman, derisa thot pejgamberi Allahut se njeriu sprovohet sipas imanit të tij. Dhe tha pejgamberi Allahut se sa më i fortë të jetë feja tek ai, aq më e fortë do të jetë sprova e tij. Sa më e lehtë është feja tek ai, aq më e lehtë do të jetë do thot sprova tek ai. Dhe thot pejgamberi Allahut se njeriu vazhdon që të sprovohet derisa të vijë koha që njeri do thot të hecë në për tokë dhe më te, mos të ketë asnjë gjuna apo asnjë mëkat. Allah zotë thot wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wan-naqsi min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashiri sabirin. Thot se ne do që sprovojmë juve thot me frikë, apo me uri, apo me dëmtimin e pasurisë, apo me shpirt, do thot me marrjen e shpirtit, apo do thot me të lashtave dhe përgëzoj besimtar dhe përgëzoj durimtar. Kush janë ata? Thot Allah subhanahu wa ta'ala alladhina idha asabatuhum musibetun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Kur Allah i godet me një sprov, me një musibet, ata nuk thojnë pse une, pse filani jo, pse ai është më i keq, ai është mëkatar, ai është gjunaqar, ai nuk falet, ai është kështu. Pse ai mos provohet, pse une? Unë jam i mirë, unë falem. Pse mu më zgjodhi Allahu? Pse mu kështu po më dënon Allahu? Besimtari nuk thot kështu. Dhe kjo nuk është motoja e besimtarit. Motoja e besimtarit në jetën e tij duhet që jetë kjo. Ne jemi të Allahu dhe tek ai kemi për me u kthy. Dhe çdo sprovë e cila privon ose çdo sprovë e cila i bie atij, besimtari duhet që ta ketë ndërmend këtë fjalë gjithmonë në vazhdimsi. Dhe thot se ne jemi të Allahu dhe tek Allahu kemi për me u kthy. Sepse çdo gjë që ne posedojmë, kujt është? E Allahu ta zgjel. Dhe Allahu kur ta merr një gjë do thotë që Allahu e di se pse dhe ti nuk e drejta për me u anku. Trupi jot, shëndeti jot, pasuria jote, fëmijët e tu, gruaja jote, burri jot, motra jot, gjitha që i shet, edhe çka i posedon, ato janë të Allahut. Dhe Allahu ti ka dhënë, dhe Allahu kur do t'i merr. Prandaj nëse ndodh që Allahu t'i merr, atëre ke për me thonë se ne jemi të Allahut dhe tek Allahu kemi për me u kthy. E njëjta është edhe këtu kur Allahu të sprovon dhe të godet me diçka, e jo që mbetet që thuar se ne jemi të Allahut dhe tek Allahu kemi për me u kthy.
E nëse ti e thu një gjë të tillë dhe bën durim dhe nuk ankohesh nga sprova, thot Allah subhanahu thot ulaike alehim salawatu min rabbihim wa rahma. Thot se Allah si është problem atyre që ju jep. Thot ju jep bekimet e Allah dhe mëshira e Allah. Dhe thot pikrisht ata janë thot të udhëzuarit. Do thot se këta njerëzi të cilët janë të tillë, ata janë të udhëzuarit. E nëse nuk i përmbush këto kriteri, do thot që ti ke problem, do thot në çështjen e imanit. Një rast, do shë e keni dëgjuar më herët, e kemi cek për me sqaruar më mirë këtë çështje. Ku cekët do thot nga gjurmët e të parëve tonë, ku cekët për një dietar i cili ka jetuar në mesin e bijve të Izraelit. Edhe Allah subhanahu do thot ja merr gruan e tij, të cilën e donte tepër, dhe nga mërzia e madhe të cilën e kishte, mërzi të tepër dhe ndërpret do thot ligjëratat e tij. Përhapet lajmi në qytet se dietari filani kanë ndërprer ligjëratat dhe njerëzit do thot kanë qenë nevojtar për te për diturinë e tij. Dhe dëgjon një grua dhe dëshiron do thot që të shkon, i ka ardhur keq për gjendjen e tij dhe për gjendjen e umetit përgjithësi në kohë, dhe shkon tek ai dietar dhe dëshiron të atakon dhe ta pyesë ku është problemi, ku qëndron problemi, sepse i ka ndërprer. Sidoqoftë, shkon një herë te dera, nuk e loj aty. Hera dytë, hera tretë, dikur i thot personi i cili ka qenë thot një prej nxënësve të atij hoxhe të asaj periudhe, mendon se ka ndonjë pyetje do thotë e cila është shumë e rëndësishme. Pasi që vjen në vazhdimsi dhe dëshiron që me taku do thotë hoxhën. Edhe e lejon hym brenda, pasi që i brenda do thotë e fillon që ta pyesë thot dietarin dhe thotë çfarë është pyetja? I thotë që unë e kam marrë ari prej kumshikësime, prej fëmijës time, edhe e kam marrë si huazim, do thotë e kam marrë për me përdor për një orë, 2 ora, për 1-2, po tash ka ardhe po e kërkon prej meje. Çka më bëj, më dhon apo mos më dhon? E i thot dietari i thot pa për këtë pyetje thot që sa ditë thot rreshta as i thot dëshiron që mall me pyet. Kjo shpytje e lehtë, ari nuk ka shtijoti. Pasi që nuk ka shtijoti duhet të marr me kthi. E po i thot mirë, pasi që ti mua po më thua, sa e mua ma ka dhon ari, do ne duhet asaj për mja kthi ari. Pse u mërzit e ti kur Allahu ta mori gruan tënde? Kur Allahu ta dha atë grua, dhe Allahu ta mori atë grua, pse tash po mërzitesh? Ajo nuk ka qenë jotja. Allahu ta ka dhënë për një periudhë. Që ti të jetosh me ta, bashkëjetosh me ta, gjesh dashuri ndaj saj, të lindë fëmijë kështu me radhë. Edhe Allahu ta ka marrë. Ajo ka qenë robi i vet, dhe Allah kur do e merr robin e vet. Dhe kjo ra sebeb që ai dietar të vetë disohet. Edhe pse ai dinte këto gjëra mirë po këshilla padyshim se pa dobi. E kurash me sinqeritet, edhe e prek edhe zemrën e njëri. E kështu ndryshoi edhe pikpamja e tij. Do thotë që Allah kur e do robin e tij, Allah do thotë në vazhdimsi do thotë e sprovon. Edhe kjo është një prej shenjave se Allah do thotë e do robin e vet.